Feride Jashari, e bia e Bekim Jasharit, i ka dhënë fund beqarisë, duke kurorzuar dashurinë e saj me Orgesë Racajnë në një ceremoni martësore të mbushur plot emocione, gëzim dhe momente të veçanta familjare. Dasma e çiftit është zhvilluar në një atmosferë festive, ku të pranishëm kanë qenë familjarë dhe njerëz të afërt të çiftit. Ferideja dhe Orgesi kanë shkëlqyer në ditën e tyre të veçantë, ndërsa pamjen nga festa kanë sjellë momente të bukura nga ceremonia dhe vallëzimi. Një prej momenteve që ka tërhequr vëmendjen është edhe ai kur Baca Rifat Jashari shihet duke vallëzuar së bashku me çiftin e ri, i veshur elegant dhe me kapelën e bardhë karakteristike. Baca Rifat është bashkuar me Feriden dhe Orgesin në pistën e vallëzimit, duke i dhënë festës një tjetër emocion. Por përtej atmosferës festive, kjo martesë ka një domethënie tepër të veçantë për familjen Jashari. Ferideja mban emrin e gjyshes së saj, Feride Jasharit, bashkëshortes së Hamaz Jasharit, e cila ra dëshmore në Prekaz më 7 mars 1998 gjatë luftës së Kosovës. Ferideja lindi në qershor të vitit 2000, rreth 2 vite pas rënies së familjes Jashari në Prekaz. Ajo ishte fëmia i parë i familjes pas luftës dhe ardha e saj në jetë, sipas rrëfimit të babait të saj Bekim Jasharit, solli sërish gëzim në familje pas një periudhe të rëndë dhimbjeje dhe sakrifice. Në një postim të gjatë pas martesës së vajzës së tij, Bekim Jashari ka ndarë emocionet e kësaj dite, duke u kthyer pas në historinë e familjes dhe në momentet më të vështira që kanë përjetuar Jasharajt. Sot është një ditë e paharrueshme për familjen tonë. Dashuria e vajzës sonë Ferides dhe Orgesit kurorzohet me martesë, ka shkruar ai. Bekim Jashari ka kujtuar se pas luftës, edhe rënies së shumë anëtarëve të familjes, familja Jashari duhet të vazhdonte jetën dhe të ruante kujtesën e të rëndëve. Për ta kuptuar gëzimin e kësaj dite, duhet të kthehem 28 vite pas, në një kohë kur jeta dhe vdekja qëndronin përballë njëra tjetrës, kur ekzistenca përballej me zhdukjen dhe shpresa, me dhimbjen, ka shkruar Bekim Jashari. Ai ka treguar më tej se nga 30 anëtarë të familjes së tyre kishin mbetur vetëm 10, ndërsa lufta për familje nuk ishte qenë vetëm një përpjekje për shlirimin e Kosovës, por edhe një luftë për mbijetesë dhe vazhdimsinë e tyre. Lufta për ne nuk ishte vetëm luftë për shlirimin e Kosovës, por edhe luftë për mbijetesën e familjes, për ruajtjen e emrave, rritjen e fëmijëve dhe që dashuria për adeun të mos shuaj kurrë, është shprehur ai. Në rrëfimin e tij Bekim Jashari ka kujtuar edhe ardhjen e bashkëshortes së tij, Shehrijes, në familje më 5 shtator 1998, 6 muaj pas rënies së familjes Jashari. Ishte fillimi i një kapitulli të ri, ka shkruar ai, duke vjuar më pas me momentin kur në qershor të vitit 2000 në familje erdhi në jetë Ferideja. Zoti zgjodhi që ripërtëritja të niste me ardhjen e jetë të një vajze, e quajtën Feride me emrin e nënës sime, grua që nuk e la vetëm babushin as në çastet më të vështira, ka treguar Bekim Jashari. Sipas tij, vajza u rit duke mbajtur emrin e gjyshes së saj heroin dhe sot është arkitekte. Ai ka cilësuar Feriden si një prej krenarive më të mëdha të familjes së Jasharajve. Ferideja u rit me emrin dhe tiparet më të mira të gjyshes së saj. Sot është arkitekte, por mbi të gjitha është vajza jonë e dashur dhe e pazvendësueshme, ka shkruar ai. Bekim Jashari ka theksuar gjithashtu lidhjen e veçantë që Ferideja ka pasur me Bacën Rifat, duke kujtuar se ajo që e vogël nuk i ndai nga preri. Ferideja, vajza jonë e vetme në mesin e 4 fëmijëve tanë, fëmia i parë i familjes pas luftës, është krenaria e madhe e familjes dhe Mixhës Rifat, ka shkruar ai. Në fund të mesazhit, Bekim Jashari bashkë me të gjithë familjen ka përcjell urimet për çiftin, duke i uruar Ferides dhe Orgesit jetë gjatë, shëndet, dashuri dhe lumturi. Urime martesa vajza jon, shpirti ynë i lindur nga liria dhe i rritur me dashurinë e një familjeje që dëshmoi se jeta është më e fortë se vdekja dhe dashuria më e fuqishme se dhimbja, shkruan ai. Të duam shumë vajza jon, qofshi për herë të lumtur, Feride dhe Orges, përfundon urimin e tij Bekim Jashari.